Pra, po zgjedh një mesazh të një nga shumë mesazhe në banorët orë, po zgjedh një mesazh për të hapur formë diskutimi që të japim dhe zë sondazhit, pra ta tekalojmë pak sondazhin për të kuptuar pse në mandatin e 4 pse Edi Rama kërkon mandatin e 4 dhe del në këto sondazhe dhe jo vetëm të ky, po gjithandej del i pari. Dakor? Dhe dëgjojmë çfarë thot. Floker, të lutem. Po dëgjojmë shumë, po mbaj po patjetër. Po s'pe sy nuk arrit dot. Po do të përshëndetet Çani, të lutem mbaj anonimin. Më ruaj anonimin. Po. Sebastian. Mos thuaj të mbashënime. A më the ndiqo? Jo vetëm më ndiqe, po dakor. Unë jam prej vitesh sot votues i Partisë Demokratike dhe jam i dëshpëruar sepse ndërkohë që Edi Rama premton, siç thua ti thot në emision, pasaportë eksodi për pasaportën e BE-s, ndërkohë që lejon sorra dhe korbat fluturojnë mbi të vdekurit në instalatorin e inekzistent të Sharës, ndërkohë që policia e tij shpesh impotente i shërben bandave në Dubai dhe si pasojë i bëhet atentat fëmijëve të pafajshëm, doktori, fatkeqësisht thot, karikatura e të djathës, premton më shumë shtet. Në vend të lirisë, Partia Demokratike dhe doktori ofrojnë rroga më të larta, ofrojnë pensione dhe minimum jetik, subvencione, të gjitha me para publike. Të majtë. Partia Demokratike sot nuk është parti, është një rrjet klientelistësh që ndërojnë të zëvendësojnë patronazhistët e Edi Ramës. Nuk ofron më pak shtet, më pak burokraci, më shumë liri, ofron vetëm varësi dhe rotacion të korrupsionit. Në këtë garë, për më shumë shtet, ish Partinë e Punës nuk e mundin dot, thjesht e kopjojnë, ka fjalën për PD-n. Partia Demokratike ka urgjencë, vazhdon mesazhi, ka urgjentisht nevojë për një kurs në shkencat politike. Për pak më shumë filozofi politike dhe një lexim të thellë të Ludwig von Mises. Hayekut, Noizikut. Legjendat e shkollës austriake. Pa kuptuar lirin, s'janë opozit. Janë thjesht dekor i politikës shqiptare. Nuk e di se çfarë mendon Zoti Gjinishi, Zoti Muça dhe Zoti Zonja, pa e futur, pa e përfshirë Gjergjin thot, sepse ai merret me sondazhe. Ju përshëndes dhe faleminderit që më lexuat mesazhin. Unë të falenderoj shumë për këtë mesazh kaq smart dhe inteligjent që më ke çuar. Nga ta filloj? Ta filloj nga Gjinishi te Flogerit dhe Sebastiani apo nga Sebastiani te Flogerit dhe Gjinishi? Si e doni radhën? Si të kesh jeftieve. Profesori i pari, edhe rënditje. Profe. Ja, si qa bëjmë. Bravo. Jo, po respekt për profet, po. Tani, po, do duhet që... A para njerë, a je dakord apo jo me këto? E tha pjesërisht po, në pjesë më të madhe po. Ku nuk je dakord? Por, jam dakord në parim që kështu duhet jetë, faktikisht. Por kjo nuk ka ndodhur sot, nuk ka ndodhur këto 2 vitet e fundit. Mos harroni që sensi i të majtës dhe djathës ka një 12 vjetë që ka humbur Shqipëri. Rama fitoi mandat për 8 majtës dhe djathës. Apo jo? Një mandat Rama e fitoi me këtë kartë, për 8 majtës dhe djathës. Dhe vazhdon, një ta logjikë është ai. Zotëria me drejt flet për korrupsionin. Mandatin para Jo, zotëria flet më shumë për më shumë shtet, para publikut. Domethënë, të rim tek realiteti shqiptar dhe të vim ke aspekti teorik, sepse ai është shumë korrekt në aspektin teorik, por ne të lexojmë realitetin shqiptar ku jemi me këtë. Rama mandatin e fundit e pa të fituar me idenë më jepni timonin dhe më largoni tepsin, domethënë. Ndërkohë që kur mori timonin dhe kishte gjithë tepsin vet, korrupsioni u bë shumë herë më keq. Domethënë, ideja që e djatha duhet reformuar, të rritë te parimet e djatha për të konfiguruar si një nocion politik normal në një vend që kemi një ofertë të djathtë dhe një ofertë majtë, tu nuk funksionon. Sepse Rama është bërë më i djathtë se të gjithë djathtët. Në disa aspekte, në disa aspekte, jo, në shumë aspekte. Rama, si i majtë, erdhin dhe e pati pikë shumë të rëndësishme të fushatës ti më parë, shëndetësin falas. Ishte krejtësisht e majtë, apo jo? Nuk e ka sot e kësaj dite. Nuk e ka sot e kësaj dite. Foli për 300.000 vende pune, nuk i dha.
Apo jo? Kemi me qindra mijëra shqiptarë që shkojnë jashtë. Domethënë, ideja që të analizosh realitetin shqiptar nisur mbi premisa dhe doktrina teorike, politike, nuk shkon. Po si do bëj diferencë pra? Por të lutem. Dinish, me sa kuptova unë thelbi mesazh të shkylla. Nëse është për të kopjuar këta, qartë. fiton gjithmonë një shtëpi e punës. Qartë, tani do vi te kjo pjesë. Ore, më jepi fytyrë. Ideja është kjo, Çani. Ky njeri që ka 3 mandate që rrin pushtet, më fal sepse po drejtoj të gishin kështu. I sigurt që ti akoma se ke thonë se ku do ta çosh votën. Ky njeri që ka 3 mandate që rrin pushtet, Çan, dhe në çdo mandat që vjen, ky e thellon krizën antidemokratike për funksionimin normal të pluralizmit shqiptar, nuk është zgjidhje. Do me thënë, ne duhet të arrijmë një herë, të krijojmë premisat për ta ndryshuar, pastaj për të arritur në nivelin maksimal se si duhet të jetë ky ndryshimi. Sepse Rama, ja një minutë më burr, Rama me këtë strukturë që ka ngrit, me këtë pushtet që ka kriju, ka mbyll rrugët e ndryshimit. Diku duke ndryshuar marrëveshjet, diku duke ndryshuar ligjin elektoral, diku duke deformuar votën, diku duke futur në lojë bandat kriminale dhe ne nuk kemi folur fare këtë. Rama ja bëri lista doktorit do flasësh edhe ti të lutem, po ta mbaroj unë idenë, domethënë, sepse s'është etike kjo histori Flogert. Nuk ja bëri Rama doktorit listat, por Rama ishte njeriu që me paratë shqiptarëve dhe me gurët e pista nxori doktorin non grata atje. Kjo ishte Rama. Mos harroni këtë pjesë. Pra Rama nuk është legjitime. Nuk është legjitime, është në rrugë jo legjitime. Sepse ti ke prish strukturën e pluralizmit në Shqipëri. Po me siguri që mendimin tim ora. Do thashë po thua në fakt, po mendimin dakord. Jo, këtë që po them unë është fakt. Rama ka bërë këtë. Ku e ke këtë? Po ka dalë më gjitha ne. Ku për gjitha ne kush është më burr, ma thuaj ti. Flogert, ta mbaroj se ideun më burr. S'ma ka thënë departamenti i shtetit, Rubio nuk më ka thënë që pritse që ka bërë me parat pista kjo. Kur të ma thot ai? Po me letra gazetash para zbordhës, pyet ishin herë. Nuk është fakt zyrtar. Ta mbaroj ideun, po nuk ka fakt zyrtar më. Non grata nuk vjen kur do se tash. Jo, po kjo që thuti është manipulim. Se ti do fakte, nuk jam i sy. Nuk vjen, është i papara isë është për të prishur dy argumente dhe ja të nxorrin nga loja. Jo, mos kanë nxjerr fare nga loja mua, s'po më lejon të se këtë kanë këto. Këto flasin për demokraci dhe nuk lën tjetrin të flasin. Lëm me këto se. Nuk jam unë është. Mora referencë Çanin prap. Tash ta mbaroj si ideon. Domethënë, ideja është kjo Çan për ta mbyll. Zotëria ka shumë drejt në ato që thot, por çështja është, ne jam prishur rregullat e lojës. Duhet të rikthejmë rregullat dhe pastaj ti krijojmë mundësi shqiptare. Dhe ky nuk e ka rikthen rregullat, se ky ka prish. Dhe ky po e shkatron. Duhet një model tjetër pra, jo. Duhet bërë rotacioni patjetër. Po duhet rotacioni me të njëjtin model. Jo, nuk është i njëjti model. Shiko, Berisha humbi të lutem. Po përgjigj, po ti s'po dëgjon. Berisha s'ka problem. Berisha humbi zgjedhjet të 2012-ën dhe dorëzoi Çelca. Pranoi humbje. Zoti Gjinisht thot. Rama është super socialist. I jep tokën me frymën e tij, vendosi si do bëhet pallati me syrën e tij vetëm. Ligje pafund, taksa pafund, oligarkët janë klient. Pos të do Rama, pos do Rama të hidhet hotelin e Ero Gjinisht. Pos të do Rama të hidhet hotelin e Ero Gjinisht. Prit. Premton vetëm varësi, i djathi premton liri Gjinisht, të thot personi. Po pra. Pra, e kupton? Dhe unë po të them këtë pra. Ky njeri nuk e sjell dot lirinë, se ky e ka mbyll burimin e lirisë. Duhet ndodhe rotacioni dhe pastaj të mendojmë. Po është pushtet për Ramën. Do ta sjelli ky tjetri që do të marrë vendin. Po pra. Dhe ne duhet ta marrim këtë risk. Me këtë kemi të sigurt që ky nuk e bën. Do provojmë të tjetrin. Kaq që thjesht është. Po si do e provosh kur tjetri është njësoj pra? Jo, nuk është njësoj. Mo keq. Po nuk është njësoj. Po a premton ngritje rrogash para publike etj etj. Nuk është njësoj. Nuk është njësoj. Po ku ndryshon mo? Në program është pothuajse identik mo. Jo, s'ka fare, Rama s'ka program, vjen keq tani. Rama ku e ke pa programin e Ramës? Rama nuk ka program. Ato që kanë nxjerrë mo? Ato që ka bërë 12 vjet. Kanë nxjerrë libra. Po ta vësh re. Rama i ka lëvizur. Rama flet për rritje rrogash, ky flet për rritje rrogash. Qartë. Rama vjen pushtet dhe nuk i bën. Rama vjen pushtet dhe nuk i bën. Ka bërë ai sa rritje rrogash, pavarësisht se është mashtrim se rriten çmimet dhe nuk quhet rritje. Nuk ka rëndësi. A mundëm të mos dalim Berisha me Ramën, tek për tek. Tek për tek vetëm ato dy sondazhe. 61% Rama, 39% Berisha. Mundëm Çan tek për tek. Për ta bërë Flogert. Se kam. Po se kishim aty bisedë, propozitën. E para për djathet majt. E para pak me Gjinishin pastaj te zotëria. Se aty zotërisë do i thon patronazhist, jam i sigurt. Do e masakrojnë tani, po kusurja e tij, ai pak të rri anonim. E para këtë sistemin që ankohet miku im i shtrenjtë, e ka bërë në 2008 dhe 2024 Sali Berisha dhe Edi Rama. Nuk e ka bërë njëri Berisha. Jo, s'tregove. Nuk e kuptove, jo të lutem, nuk e kuptove.
Unë thash, Rama e ka prish sistemin, sepse nuk hyn zgjedhje, po fut bandat e krimit, fut parat e pista, bën trysni. Edhe ndryshojnë. Shiko, Oçani, e di çfarë po ndodh Bashkinë e Tiranës po ditë më. Floger, tani të lutem, me që je njëri. Po ty ta lejoj, po këtit zotris miku tim nuk ja lejoj të më ndryhy tani, se s'më Ti mua du n'lejosh, sepse Çani është moderator. me një pra, po ti mua s'më lejove, jo Çani, Çani më lejo. E kuptova çfarë thash. Rregullat nuk janë problem. Për te, për mua, Ka ndryshuar. për mua rregullat këta dy zotrinj i kanë bërë bashk. Dhe i kanë bërë këto rregulla bashk për të mos lejuar që të shahet ky sistem. Pra nuk e ka prishur garën Rama. E kanë prishur Kjo ishte për të përgjigjur Ishit. patjetër. Iku tani merru Dhe tani, ai zotria ka Kanë atë zotria, merru me thelbin. Po pra thelbi, ideja e tij Ideja. ka drejt për dy arsye. Ai merret me dy element. Thot ideologjikisht janë të dalë nga shinat Dhe ekonomikisht. dhe jo ideologjikisht Ah, okay. dhe strukturalisht, si skuadër, si frym, si portret, si imazh janë klientelizëm. Dhe ky është thelbi i problemit. Të gjitha ata, dhe më vjen keq që më duhet tek gjitha ata të fus edhe profesorin, që tentojnë mos e shohin problemin në sy, që është Sali Berisha. Që është klientelist. Po më lejo tani të lutem. Dhe më thënë, ti 90% të listës së PS-s Çani nuk e njeh kush. Dhe kjo është klientelizëm. Dhe gjithë Shqipëria e di që listën e Durrësit e kanë bërë bandat e Durrësit dhe nuk ka bërë Edi Rama dhe ne themi është në rregull çdo gjë. Jo, jo. Të gjithë e dinë që në Elbasan, bandat e Elbasanit kanë kërcënuar pjesën tjetër të Partisë Socialiste dhe të çoni. Dhe ky thotë është në rregull Edi Rama, ka fajin Berisha. E ke parë mirë listën e Elbasanit? I ke parë të dyja listat apo ke parë vetëm njëra? Gjithatë të dëgjoj, por desa nuk është. Të lutem, a mundem mo gjëra publike. Është tjetër gjë e pjesë. Oçana mundem. Ne nuk e lexojmë dot frymën me bandat në rrugë. Më fal. Nuk e lexon dot frymën me bandat në rrugë. Edhe kjo qëndroni jepi. Edhe mund ta lexoni. Fatkeqësisht, të gjithë ata që tentojnë të mos e shohin problemin në sy që është Sali Berisha, por turrën duke gjetë argumentat ndryshme për të thënë që nuk është faj Sali Berishës, po e groposin Partinë Demokratike, po e fusin dhe. Blesh fund ti bëj vetëm një pyetje. Po e fusin në dhe, sepse e para ideologjikisht ai zotria unë këtu bie dakord me profesorin, që ideologjikisht ndoshta nuk është një kiamet i madh, sepse ne nuk jemi një popull i mësuar me ideologji në kuptimin që t'i ndaj me majta dhe e djathta. Dhe këtu jam dakord me ty unë. Por kur sheh që në listat për deputet të Partisë Demokratike, sa i ka folur për këtë list. Për tjetrën, po të shkruaj, le të flasim dhe për tjetrën. Sheh që janë enturazhi më i ngushtë i doktorit dhe është një listë opozitare për të patur nesër një gardh të tijen për ta mbrojtur nga çdo sulm, drejtësia apo politik, këtu ka ngordhur shpresa, këtu ka vdekur alternativa. Aty ke Flamurin, Albanën, të njëjtët që kanë humbur 2013-ën, i gjithë kabineti 2013-ës doktorit me përjashtimet vogla, është sot në listë sigurt, deputeti sigurt. Dhe për këtë e ka fjalën zotria më. Ai thotë në momentin që kjo Parti Demokratike nuk bën ato që bërin 2005-ën, kopin e famshëm, por vjen me të njëjtët që morin 1 milion vota kundër me alternativë të njëjtë si me ato që humbi, eventualisht me këtë klientelizëm të doktorit, me Jozefinën, me Flamurin, me Albanën, me të njëjtët, pra ai e ka vrarë opozitën shqiptare. Me ndryshimet e sistemit që i bën bashkë me Ramën, ka vrarë demokracinë në Shqipëri. Dhe këtu duhet ta shohim në sy njëri tjetrin dhe t'ju themi demokratëve, shanset që ju të mund vinit në pushtet kanë qenë reale ndoshta, në qoftë se nuk do kishte fragmentarizim. Dhe problemi që e ka fragmentarizuar Partinë Demokratike dhe votën opozitare ka emër. Dhe ai emër fatkeqësisht quhet Sali Berisha. Dhe në qoftë se do tentojmë dhe herë them, të justifikojmë Saliun, problemin që ai ka me Rama bandat, ky kështu, ky ashtu, po dëmtojmë opozitën, nuk po i shërbejmë askujt tjetër. Gjinisht thuaj, program, po tani mos durimo të lutem se e ka Sebastian. Ta dëmtoj opozitën unë se ne këtu nuk flasim si opozitarë dhe si pushtestare. Ne këtu jemi analistë. Jo, po e para. Ka një qëndrim. Ta plotësoj, patjetër. Ta plotësoj pak. Është vërtet ajo që thot Flogerti që në Shqipëri ndryshimi i elitave është problem. Është shumë problem.
Është e vërtetë dhe ajo pjesë që të dyja palët kanë përgjegjësitë e tyre për shkak të marrëveshjeve që kanë bërë këto 30 vite. Po ka edhe një të vërtetë madhe që nuk e lexon. Domethënë, çështja është që kur ta lexosh vërtetën, o lexoje të gjithën ose mos shiko atë që të pëlqen vet. Është e vërtetë që Berisha ka ricikluar Josefina Topallin në tjetër, po këta janë qytetarë të lirë. Ato njerëz, cilët Rama i ka mbajtur në pushtet për 12 vite i ke në burg, ke ish kryeministra në burg, ke ministra në burg. Gjysma tjetër që është në listën e sigurt, ndryshe nga Josefina Topalli, ndryshe nga zoti Ndoka, që unë nuk kam, do të doja shumë që mos ishin aty, por janë qytetarë të lirë. Kurse ky, të lutem, kurse Rama, gjysmën tjetër që e ka në listë sigurt, janë gjithë tek SPAK-u. Dhe mos u çudit që pas zgjedhjeve do shkojnë atje. Tani pyetja që kam unë është kjo, pyetja që kam unë, lutem ta mbaroj, ta bëj atë pyetje, të lutem. Pyetja ime është kjo, Çani. Dhe këtu dua sinqerisht një përgjigje shumë të sinqertë. Është pak abstrakt. Ka ndodhur një lajm, sapo ka ndodhur, lajmi i fundit që është, me që ke misionin të Renia. Një plagosur një djalë tani këtu në Fark. Po, ka një 2 orë te vilat e Farkës. Ka 2 orë? Po, para se të fillon emisioni. Ka ndodhur incidenti brenda vitit. Nëse po tani ka dalë apo e ke parë para 2 orë? Para 2 orë është. Ah, dakor. Ndoshta ka dalë më detaj tani, domethënë, ndoshta kanë dalë emrat e gjërat. Domethënë, pyetja që kam nga pjesa e mesazhit ishte që policia shikoj, është jashtëloje kompleta apo? Jo, s'është jashtëloje policia është në punë valla. Policia është të mbledh votat, ç'pun ka me atë pjesë. Tani historia është kjo. Pyetja ime është kjo dhe është pak pyetje kështu abstraguese, ndërmjet cilës du të arrijë në një përgjigje tjetër. Nëse pyetja është kjo. Nëse Ramës do të kishte ndodhur ajo që ndodhi doktorit. Do ta kishte dëbuar partia e tij. Do ta kishte nxjerr Amerika në grado, çrësika, do ta kishte me SPAK-u. A do kishte pas fuqi Rama të rikthehej dhe të organizonte Partinë Socialiste, siç e bëri Sali Berisha? Kjo është pyetja ime. Përgjigjja ime është që për sa kohë Edi Rama bën atë që bën sot në Partinë Socialiste, kam përshtypjen se ajo ditë nuk do i vinte. Jo, po si përgjigje pyetjes. Unë thash po krijoj një abstraksion, thash. Po të krijoj një abstraksion, thash. Nëse ajo që i ndodhi Berishës. Atëherë do ta jap përgjigjen. Edi Rama kur ka kandiduar fillimisht për kryetar të Partisë Socialiste, nuk e kanë pritur për zhvilluar takimet në Partinë Socialiste. Nuk është kjo përgjigje. Rama nuk e merr dot partinë dhe nuk e organizon dot partinë për një arsye shumë thjeshtë. Rama nuk krijoi dot karizëm të majt. Rama nuk ka mbështetës të majt. Rama ka marrë gjithë brez të ri patronazhistë, gjithë liberal, të lutem pra, po s'ka të majt po them. Nuk bën dot parti. Rama ka kriju klientelizëm, ka kriju sektin, të lutem. Po të lutem pra, po. Rama ka krijuar këtë lloj liberalizmi që nuk e di as vetë se çfarë është, por i shërben dhe e mban pushtet, dhe kjo është e vërtetë. Por Rama nëse bie nga pushteti me këto vështirësi që pat Sali Berisha, të nesmen e kem Francë ose në Ruanda ose në vend tjetër emigrant, harroje që Rama të krijoj parti. Gjinisht, sapo the një të vërtetë të madhe, një fjali kam. Tani ti nuk ka dhe përgjigje 2 herë, thuaj, ike 2 herë. Jo, nuk do e bënte dot, nuk do e bënte dot Edi Rama, e di pse? Sepse nëse Partia Socialiste nuk është parti e kryetarit, po është parti me traditën e saj, Partia Demokratike... Partia Socialiste është parti e kryetarit, kjo ishte të merr tani. Kjo ishte të merr. Sapo konfirmove që Partia Demokratike nuk është parti e partisë, është parti e një individi. Sa po e the? Edi Rama nuk e ka dot partinë e tij, siç ka doktori Partia Demokratike. Partia Demokratike është parti i individi, Partia Socialiste është parti struktural. Sa po e tha? Sa po e tha? Ka talent për ta marrë thënien. Ka talent për sa një smer do ta zgjidhë. Po jo, Gjinishi thotë nuk i ka. Ka talent për ta marrë thënien dhe për ta bëj ashtu si do. Ka inflacion, Sebastian inflacion. Jo, është inflacion vazhdim. Kur? Inflacion është vazhdimi. Sebastian, të lutem. Sebastian, për ta mbyllur. Nga antikiteti, nga Sokrati, ne kemi dhënë jetën për drejtësinë. Na kujtove Marsitin, nuk është Marsiti, ka ikur jashtë sot. Na kujtove Marsitin me këtë. Jo, bravo, më kujtove Marsitin, pëlqeu. Gup, çfarë na shikon? Nga antikiteti, nga Sokrati, ne e pim helmin për hir të drejtësisë. Pra kemi dhënë jetën për drejtësinë. Për mira vjetë të tjera e dham jetën për të vërtetën. E vërteta ishte Krishti mbi kryq, profeti Muhammed e tjerë e tjerë. Me lindjen e liberalizmit anglosakson, të amerikanëve dhe të anglezve, të britanikëve, e japim jetën për lirinë. Pra liria është pak e vonë dhe kemi ndërtuar një narrativ të gjerë mbi lirinë, mbi lirinë ekonomike, mbi lirinë për të zgjedhur, mbi lirinë për të dashuruar, mbi lirinë e identitare sot e tjerë e tjerë.
Po t'i marim ato autorë që tha edhe personi që ka quar mesazh, po i vëm përballë njëri tjetrit. Po vëm von Misesin përballë me Krugmanin, apo me Stiglitz. Po vëm Friedmanin përballë me Marxin. Po vëm Hayekun përballë me Keynesin. Në gjitha shkolla ekonomike. Disa i kam lexuar me inësi, disa me më pak imtësi. Ideologjikisht e majta dhe e djatha, për mendimin tim, sot nuk është se kanë ndonjë dallim të madh dhe nuk kanë pasur ndonjëherë ndonjë dallim shumë të madh. Çfarë do të thotë që nuk kanë pasur dhe nuk kanë dallim, sepse pushteti është një dhe i vetëm. Pushteti është vetëm disiplinë. Pushteti është vetëm pushtet. Pushteti është ai i cili rreshton në mënyrë të unifikuar, pushteti është ai i cili nxjerr ushtrinë në rrugë dhe pushteti është ai që ka burgun dhe që ka policinë. Pushteti është pushtet, pushteti është para, pushteti ka qenë kësaj kurdokohë. Në rastin ton, në rastin amerikan, në rastin gjerman etj. Sot ka një përkëmbim të së majtës me të së djathtës. E djathta ka vajtur majtas dhe e majta ka vajtur djathtas, jo vetëm këtu, po kudo në botë. Djathta, Donald Trumpi sot, me parimet e liberalizmit klasik është i majtë. Sot, Donald Trumpi është i majtë, me parimet e liberalizmit klasik. Tentativa e tij për të vënë frena që kompanitë e mëdha të shkojnë jashtë, është e majtë. Sepse asnjë lloj logjike e lirisë së tregut nuk... Të vinë, jo të shkojnë jashtë, të vinë. Fal një sekond, pra, deri dje kanë dalë jashtë, sot ai thotë sillini brenda. Asnjë koncept i lirisë së tregut nuk ta lejon këtë. Por çfarë ka ndodhur? Është varfëruar qytetari amerikan. Në Shqipëri ne kemi një problem me eksodin masiv. Në Shqipëri ne kemi problem me krahun e punës profesional, në Shqipëri kemi probleme me pabarazinë në rritje. Është po i njëjti problem në Amerikë, me një rritje të madhe të pabarazisë. Lehman Brothers që falimentoi, shkoi dhe i kaloi pushimet në Karaibe. Ata 1 milion qytetar amerikan që humbën shtëpiat, sot nuk shkojnë dot as në Karaibe, po askund, po paguajnë akoma çeqet nga muaj në muaj për shtëpitë që kanë marrë. Tani nuk është çështje së majtës apo e të së djathtës. Unë kuptoj që teorikisht liria e sipërmarrjes, liria e tregut, ulja e pabarazisë, tregu ka mënyrën e vet si funksionon, Adam Smithi thot me dorën e fshet, por kam një gjë shumë të thjeshtë. Arsimi, policia, sovraniteti, ushtria, nuk janë çështje së majtës dhe së djathtës. Le të marrim aplikimin e Milton Friedmanit për lirinë e tregut, të von Misesit për lirinë e tregut, të Hayekut për lirinë e tregut, shkolla e Chicagos dhe shkolla e Vienës, ta implementojmë në Shqipëri. Oligarkët bëhen pasur dhe më të pasur. Pse? Është shumë e thjeshtë. Në qoftë se unë nesër do hap një dyqan për të prodhuar gota, unë nuk importoj dot lëndë të parë nga jashtë për të prodhuar gota, për të prodhuar filxhane etj, sepse ti që je oligark, ky që është miku oligarkut, ngre telefonin dhe thot, "Dgjoj, mbaja 2 javë në dogan këtij." Tani, ajo që ndodh në këtë mes është kjo lloj gjëje. Ne kemi nevojë për autoritet më të fortë konkurrence, që të vijë dhe të thotë ti zotëri nuk mund të jesh monopol. Atëherë tregu funksionon vetëm kur ka rregulla. Liria funksionon vetëm kur ka përgjegjësi. Prandaj liria është koncept, po themi sot, liberal më së shumti dhe funksionon vetëm kur ka përgjegjësi. Dhe funksionon vetëm kur ka rregulla liria. Në rastin tonë në Shqipëri, Partia Demokratike, për mendimin tim, ka program shumë të mirë. Se këtë po prisja unë që të përgjigjesh këtij mesazhit. Po pra, ka program shumë të mirë. Cili është programi i Partisë Demokratike? Është stofi i konservatorizmit social. Çfarë është zhbërë në Shqipëri në këto pra, ti e ku pra, ti të thuash e kundërshton këtë votuesin të... Po. E kundërshton totalisht? Jo, totalisht jo. Po në Sepse unë do ta kuptoj, pra. Ja ta them unë pikën, pra. Një sekond, pra. Ja ç'a thot, pra. Ndërkohë që votuesi i PD-s thot, që si do jam i dëshpëruar ato, sepse ndërkohë që Edi Rama thot, premton pasaportën europiane etj. Lejon sorra dhe korbat fluturojnë përpara dështarëve. I kam shkruar te inceneratorit Tiranës etj. Policia, ndërkohë që policia impotente, bashkëpunimi me Dubajin me të gjitha këto bandat po këtu në Shqipëri. PD-ja premton më shumë shtet. Të thotë si mesazh. Tani ti me këtë je dakord apo jo? Jo, nuk jam dakord. Se ti thua që PD-ja bën mirë që premton më shumë shtet. Jo, se PD-ja nuk premton më shumë shtet, vëlla. Partia Demokratike PD-ja premton më shumë shtet, po çfarë thot? Premton, ofron rroga më të larta, pensione më të larta, minimum jetik më të lartë. Një sekond. Subvencione, të gjitha me para publike. Tani kjo... Shtet social.
gjitha gjëra që thot Trumpi. Po Trump... Po lere mor Trumpin, Sepse e Ramën ku ndryshon ky vlla? Sepse Rama nuk bën asgjë prej këtyre, këtë po them. Pra, te Rama... Po Rama asgjë prej këtyre. Sepse Rama... Rama nuk ka dhënë subvencione, Rama nuk ka rritur pensione, Rama nuk ka rritur rroga. Nuk ka rrit pensione. Ato janë indeks... Më falë një sekundë, tani se kjo është teknike. Nuk ka rritur Rama rrogat... Ritmëri ka ritmë. E keni seriozisht ju këtë ore. Qani, më falë... Ja, duhet i them dhe këto nuk janë miretat Rama. Qani, Prandaj dalin sondazhet ashtu mërë, se nuk thuhen as këto që janë letra. Se po më ta them çka ka ndodhur. Këto që premton PD-ja i ka bërë Rama, Po ta them çka ka ndodhur. PD-ja bravo i qoftë do e rrit më shumë të bëj 1200. Ka bërë Rama monopolet të prish në 10 vite, në 10 vite. Sipas jush do të vazhdoj kështu valla të dy të njëjtët për t'i kap vendin njëri tjetrit, sepse thellë mesazhi me sa kuptonë, dikush është më valla. Por e kundërshojnë këta të dy. Pra për të shpjeguar pse Rama del prapë i pari valla. Këtë po them. Doktori ja ka dhënë përgjigje. Në 10 vite qeverisje, në 10 vite i thot ka bërë shumë mirë PD-ja. Po tha këtë, atëre Rama del vërtet mirë në sondazhe dhe janë vërteta. Më dëgjoj, Shon ti si sondazhet janë vërtet. Ishin fare më duhet të kap. Duhet të kap, jo, duhet të shoh traditën e sebit, nuk arrit ta kuptoj. Dëgjoj logjikën. Në 10 vite qeverisje nuk u rrit as pensioni as rroga. U indeksuan. Pra është çështje Rritën mbi indeksin. Po më dëgjoj logjikën tani, se ke inflacion dhe indeks tani, po tani dëgjoj një gjë tani, ta dish, ta fiksosh për veten. Inflacioni tani një sekond tani. O do flasësh teknikisht? Po është komplet korrekt. Gjergj, ti të ndalohet diskutimi, të tha moderatori. Është indeksuar dhe ka pasur inflacion. Në qoftë se e ke pasur 100.000 lek pensioni në vitin 2013, e ke sot 200.000 lek. Po do të thot që ti ke një pension plus me indeksim plus inflacion plus pak rritje. Rritja totale që është bërë, që u bë tani, rritja e madhe, është rritje. Nuk po thot njëri që nuk është rritje. Por ajo që po mundohem të them në këtë, jep sërish vëndi me rrogën më të ullët në Ballkan. Je sërish vëndi me minimum... Jemi dakord me këtë më valla. Po pra, po të shkoj të PD-ja. Po pra, ne do t'i bëj PD-ja këto pra. Po të shkoj të PD-ja. Tipi, voton për PD-ja, është... Po pra, te PD-ja do shkoj pra, te PD-ja. Po ku shko te PD-ja sep tani, se e mua veç ka bërë këtë. Po pra, në qoftë se merr të gjitha parimet që unë do të vendos parimet e Friedrich von Hayekut, të Milton Friedmanit në Shqipëri, ti nesër dështon si shtet, sepse 3 oligark të marrin të gjithë shtetin në dorë. Do jetë 3 oligark. Sepse, po një sekond pra tani sepse fuqia qëndron tek autoriteti konkurrencës. Në qoftë se ti merr. Do të ndryshoj doktori. Tani dëgjoj logjikën deri në fund. Dëgjoj logjikën deri në fund tani. Koncepti i tregut lirë është tregu lirë deri në çastin që kapet. Nuk ka treg të lirë. Është koncept abstrakt. Do e liroj doktori pra. Tani ky merret në budalliqe. Për zotin s'po e prish. Tani, unë ka mundësi të dëgjosh pak? Dakor. Po mos duri pra të lutem. Ai Po mu drejtonte më. Po është krim. Ore, po të drejtua se po ndërpret ti pra, vazhdo se. Nuk ka treg. Mos shiko andim, valla, shiko mua këtu. Çan, nuk ka treg të lirë. Ka treg monopolist. Ai që bëhet monopol, ai është më i fuqishëm dhe bravo i qoftë. Monopoli i fiton të gjitha. Google i bëhet monopol, tjetri bëhet monopol, i fiton të gjitha. Bravo i qoftë. Nesër shteti, prandaj ka antitrust law në Amerikë. Nesër shteti vjen dhe thot, vlla, ti po blen çdo që të dali përpara. Ti frenon inovacionin. Ti kapitali njerëzor ma nxjerr për jashta. Ti nuk më lejon mua që të konkuroj në nivel rajonal, evropian, botror, ballkanik etj. Unë vlla të ndaj, unë të vë një ligj dhe Microsoftin e ndaj në dysh, Googlein e ndaj në dysh, Facebookun e ndaj në dysh. Këtë lloj gjë e bën. Në qoftë se merr praktikisht. Tani aktualisht. Po pra, dhe ti do shkosh me autoritet konkurrence ti thosh ti oligarkut nuk mund të kesh gjithë naftën. Nuk mund të kesh gjithë elektroshoqin. Po e bën Saliu këtë? Po e bën Saliu? Po këtë duhet thot Berisha pra. Po ky prandaj është dëshpëruar. Po pra, ti je me atë. Por në vend që të bëj këtë Saliu, vlla të paktën, që ti thotë, dakor? Saliu bën të njëjtat gjëra që Rama pa dashur, mos nuk po paraqikoj doktorin se mezi e kam. Doktori po bën pak a shumë të njëjtat gjëra që po bën. Sepse doktori thot unë të gjitha këto para do t'i marr në qoftë se çlirohen energji në treg. Në qoftë se unë të heq këtë koncesionin që ta kam dhënë 2 miliard. Këtë ta kam dhënë 3, këtë ta kam dhënë 4, unë fuz dhe Çanin i cili nuk ndërton rrugë, por Çani ka thjesht një eskavator që hap kanale. Ky është programi Arlind Qorit, më. Kush po thotë që Arlind Qori ka program të keq?
Ky është programi Të po Aniqi. thotë doktor. Unë po them të zgjidhet problemi dhe Berisha thot, unë do zgjidh problemin. Berisha vlla premton shtet social dhe shpenzim publik. Dhe është- Më thuaj, të duket normale apo jo? Po, krejt I parti normale. që Duket e- po i parti konservatore, që pretendon të jetë Të konservatore. gjithë konservatorët vetëm këtë premtojnë sot. Si, Sepse e djatha është bërë e majtë, ta Bravo, thash dhe një bravo, herë, bravo. e majta është bërë e Ikën djathtë liberalët sot. Sot që Ai thotë flasim, se s'jemi e djathtë. djathta është bërë e majtë dhe e majta është bërë e djathtë. Je i sigurt për to? Trumpi e bën këtë lloj gjëje. Lere më Trumpi. Sepse Trumpi po po ndodh jep tim, kur. po ndodh në të gjithë botën. E djathta është bërë e majtë dhe e majta e Në djathtë. Gjermani ka ndodhur? Ka ndodhur sepse konservatorizmi gjerman CDU CSU-ja bashkë me SPD-n që janë kanë kohë që janë bashkë, kanë që probleme bashkë. me globalizmin, me krahun e bashkë. punës, po më dëgjoj pra tani, a do të flasësh ideologjikisht, ta kuptosh. Sepse ka ndodhur kjo lloj gjëje, ka një bjergje të liberalizmit, ka dhe bjergje të globalizmit. A është gjë e mirë, a është gjë e keqe, kjo është çështje tjetër. Deri më sot status quo-ja ka rënë, loja ka ndryshuar, Amerikanët na mbushën mendjen se Adam Smithi është njeriu më i madh i të gjitha kohërave, na mbushën mendjen rusët se Marksi është njeriu më i madh i të gjitha kohërave, status quo-ja ka ndryshuar. Këto 70 vjet, siç e kemi parë botën, nuk do të jetë më njësoj. Që nga tarifat e Trumpit deri te përkëmbimi i smajtës me së djathtës. E majta me të djathtën janë Edhe majtë me djathën, mo. Po, Ti pra- thua beteja e madhe tani nuk kush me majtë djathtë është mondialist dhe sovranista. Po, kjo është beteja. Shef në një diferencë këtu në Shqipëri midis Ramës dhe Berishës? Ka një ndarje të hollë, jo të thellë, të hollë. Berisha është më sovranist në kuadër të mbrojtjes së interesave kombëtare edhe për çështjen e Kosovës, është më sovranist. Rama nuk është. Po tjetë sa i përket qeverisjes, nuk ka ndryshim. Të dy janë të korruptuar. Unë falenderoj jashtëma se gjej Stefan një herë që ndonjë vetë pjesë fundit me neve, gjë që do na kthehet prapë të pretendent tjetër që është i bie i parafundit para zgjedhjeve, i bie pjesë sondazhi 4, gjej faleminderit. Sonketa zoja zotrinj, që na jep shifrat deri më sot. E vetmja gjë që harrova të pyes Gjergjin është sa vet ka votuar, kjo është thjesht kuriozitet deri tani. Po Kemi në kjo, shifër? këtë javë kam bërë Në total them, jo këtë sa javë. vetë kam votuar Që nga fillimi, që nga sondazhi E parë. gjithë qarqet edhe me Të gjitha. Po më shumë se 20.000 vetë. Janë më shumë se 20.000. Po se llogarit që minimalisht janë nga 1.000 për çdo qark. Bukur shumë. Janë 12.000. Ai sondazh i madh lëret rrjedhi sepse ai është sa më shumë votojnë aq më mirë. patjetër, është. diskutoj. Na krijon një ide më të mirë. Falenderoj Flogertin, Flogert Muçën nga lexo.al, falenderoj profen Ermir Gjinishin dhe sigurisht Sebastian Zonjën nga MCN TV-ja. Ta e Ledio, ta bëj unë thirrjen për të gjithë ata që janë dëshpëruar të ikin Kosova, po të presin deri 11 maj të votojnë një herë. Si mendon? Po, me 2 mendje ta kenë. Edhe ti je me 2 mendje. Pa vendosur Ledio. Me 2 mendje, a? Okej, atëherë dëgjom. Ledio, unë do ta mbyll vlla. Ti do mbyllesh me qenin në Kosovë, me qenin e rrugës, që kalon vjet e bardha Po, duke pritur patjetër. ato, se ma foni një shitë shperë. Patjetër, të edukojmë të gjithë se edhe si ai qeni. Po para se të vija i moment, Ledio, unë them vlla që ta mbyll për gjithë ata që kanë dëgjuar, se më ngjiti shumë, se kishte mendje dje për shkakun, dhe Flogreti shikonte celularin dhe Marsidi dhe e lexova dje gjinisht, ti nuk ishe. Ishe serbi dje? Ishe serbi dje? Jo, si ishe serbi. Pardje. Nuk ishe dje unë, me Marsidin. Dje ishe pushim. Pardje. Pardje. Par dje më fale, të mërkurën, se nga 3 ditët. Marsit Flogert. Marsidi Flogert. A, vetëm e ta 2 kam qenë Ledio? Jo, më ishte dikush tjetër, unë. Ishim 3 veta. 2 morë ishim? Jo, 2 ishit vetëm. Po. Par dje të mërkurën. O, pa ngeca unë të Nese shënë si ka. Tem të kërkoj Flogertit Sebastianit dhe Erminit të të gjë me vëmëndje këtë gjë, edhe pasaj... E Sebastiani ka që. Ha? Edhe Sebi ishte. Sebit pra. Ishte Sebi. Ishte dhe ti par dje o plak. Të tre, po. Sebi. Pra, shikon që s'ga bojun. Pero Sebin e tham pra ne. Jo, ti Pra ti dhe Sebi- Marsidi pra. Vetëm Marsidi tha. Qënë si ka, ej. Këtë nuk e them për debat, po do ta bëjmë debat një ditë të. Edi Rama nuk është problemi, është pasqyra. Qa perle. Nuk e them autorin. Ai nuk kërkon të jeti mirë, kërkon të jeti fort. Nuk kërkon dëshmëri, por efekt. Dhe ja del. Sepse përballë ka një opozit me moralitet sklavi. Çfarë perle. Që ankohen, që bëjnë moral, që qajnë për fjalët e tij, por nuk e kuptojnë thelbin.
ai thjesht i kontrollon. Çdo ofendim që lëshon Rama është një test force. Çdo shfaqje që ai bën është një operacion psikologjik. Ai sundon jo vetëm përmes pushtetit, por përmes perceptimit. Dhe sa kohë që kundërshtarët i përgjigjen me ndjeshmëri, me moral, me etik, në fakt janë të humbur që në start. Sepse në një lojë force, pa një raport forcash, kush kërkon të jetë i drejtë, këtu mendje, këtu më dëgjoj. Në një raport forcash, kush kërkon të jetë i drejtë, shndërrohet në viktim. Po si nuk e kuptove, më ke 12 vjet. Po si se kuptove, more, lere më të e drejta e këto, mos u merr me këtë fare, po shtjesh raport forcash. Sa vite kam që ta them, sa vite kam. Po harxoj energjinë kote dhe ja ku është rezultati. Dhe vazhdon, pse nuk dëgjon? Te kam thënë falas bile. Falas. A kupton? Ndoshta është momenti tani më se nuk je vonë akoma. Kete 2 javë kohë, më dëgjoj këtu me vëmendje. Pra, sepse në një lojë force fiksohet këtë. Fiksohet. Kush kërkon të jetë i drejtë, zhndërrohet në viktim. Tu, Floger, tu. Ky nuk është duel. Nuk është duel. Është një iluzion ku mjeshtri komandon dhe sklavi flet për dinjitet. Tani, për ta mbuluar të gjithën këtë me një ombrell, dakord? Në librin e tij, këtë po e them për ata që lexojnë, jo për kafshët që hanë, pinë dhe vjesin, për ata që lexojnë, sepse ata ndryshojnë botën, ata që lexojnë, jo kafshët, jo hoj polloj, jo gojimat, dakord? E ndryshon njerëz të mençur. Dhe ju që më shikoni tani në këto momente, dhe më dëgjoni kështu, ju jeni të mençur. Prandaj dëgjoni. Në librin e tij, Historia e luftës Peloponezit, libri 5, kreu i 89, Tukididi, si që doni ju, Thuqididi, në fakt është fjala, është emri. Shkruan, 2 pika hap thonjzat, të fortët bëjnë çfarë munden, të dobtit vuajnë atë që duhet. Kur do të vinë trut? Kur?